Sot flasim për varfërinë e skajshme në Kosovë, për familje të cilat jetojnë në kushte të mjerueshme me një ndihmë sociale apo me ndihmën e organizatave të ndryshme jo qeveritare, për familje të cilat nuk kanë as tre mbi kokë. Nuk po flasim si shtet populli për havasa, për me thonë diçka, por kemi shembuj konkret të cilët do t'ua prezentojmë sot. Dhe për të folur për temën në fjalë, unë kam kënaqësinë që për ne dhe shikuesit tanë sot kanë dhënë kohën e tyre, zotri Armend Çala nga organizata Kryqi Kuq. Faleminderit shumë Armend që jeni sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Dhe bimujku njohësi çështjeve sociale për gjithë ato vjet është marrë me familje të kësaj kategorie dhe jo vetëm. Faleminderit shumë për kohën që më ndani. Faleminderit për ftesën. Dhe do të kemi pas pak në një lidhje të drejtë për drejtë edhe profesorin e ekonomisë Mustafa Kadria. Ndërsa kur them që do sjellim shembuj konkret, gjatë këtij takimi do t'ju sjellim rrëfimin e një çifti të cilët jetojnë në një vend që veç shtëpi nuk mund t'i thuhet. Gjithsesi, po fillojmë me të ftuarit tanë. Armend, do të doja që të filloni me ju, sepse në fakt keni qenë dhe vazhdoni të jeni gjithmonë pranë këtyre familjeve. Kam të drejtë në atë kur them që edhe në ditët e sotme ka familje, ka njerëz të këtij vendi të cilët jetojnë pa një kul mbi kokë dhe në një mjerim të thellë. Keni drejt plotësisht në ato që e thoni. Kemi raste të varfërisë ekstreme që po ashtu janë pa një kul mbi kokë ose mund të themi që ndoshta nuk mund t'ia dalin ta sigurojnë bukën e gojës deri në fundin e javës tyre. Dhe kemi raste të cilat paraqiten dhe kërkojnë ndihmë vazhdimisht tek Kryqi Kuq i Kosovës, ku ne mundohemi qoftë përmes donatorëve, qoftë përmes rezervave tona që kemi, që t'i dalim në ndihmë këtyne që të paktën të sigurojmë bukën e gojës, po ashtu edhe përmes aty në dhuruzve vullnetarë cilët janë që t'i ndihmojmë që sadopak qoftë kushtet elementare, kushtet e shtëpisë dhe diçka tjetër t'ju ndihmojmë atyne, po ka një herë kemi të pamundur për shkak të kufizimeve tona buxhetore, kemi të pamundur këtë dhe gjithmonë kemi bërë thirrje dhe bëjmë thirrje edhe donatorëve edhe biznesve që gjithë së bashku të shkojmë dhe të shohim këto raste që ndoshta ka një herë kemi të paimagjinueshme gjendjen e tyre ekonomike ose ambientin ku ata jetojnë që qoftë brenda Prishtinës ose brenda komunave tjera që jo shpesh mund të shohim ato ose ndoshta kalojmë pranë shtëpive të tyre, po nuk i vrejmë, ndërsa kur hym brenda oborrit të tyre ose shtëpive të tyre ose ambienteve të tyre e shohim që gjendja është shumë e mjerueshme. Bebi, në krejt këto vjetë që je marrë me këtë pjesë të shoqërisë, me këto kategori jashtëzakonisht që jetojnë në kushte shumë të vështira, ka pasur ndryshim? Mund themi që nëse do të bënim një krahasim me 10 vjet më parë, gjendja është më e mirë, apo këto familje vazhdon t'i përcjell fati i njëjtë? Është problem tipet në dhënë saktë, sepse s'ka pas... Ne po flasim për krahasime në bazë të asaj që ju keni parë. Mirë, po, sepse kena pas etapa të ndryshme prej pas luftës, e ne dim që prej pas luftës kemi dalë pothuajse të gjithë në një situatë shumë të rëndur, qoftë me pa shtëpi, qoftë pa R&D, pa gjithë shka faktikisht, dhe për me njerë ishte një investim i jashtëzakonshëm i donatorëve të huaj, të cilët intervenuan në Kosovë, ofrun ndihmë, ofrun përkraje, ofrun shtëpi, ofrun ushqime dhe mund të them që ka qenë një periudhë tepër e begatshme e mirë për popullatën e Kosovës nga viti 99 deri në vitin 2006-2007, kur një numër i madh i organizatave fokusin më të madh kanë pasur në Kosovë. Një anë duke dhënë paga të mira për një numër të konsiderueshëm të qytetarëve që kanë punuar me paga shumë të mëdha, që kanë arritur ta rregullojnë një standard të tyre shumë të mirë. Në anën tjetër duke ofruar donacione për të gjitha familjet, për institucionet, qoftë në përgatitje profesionale, në trajnime, në ndërtime të shtëpiave dhe erdhi një situatë ku me shpalljen e pavarësisë shumë prej donatorëve u larguan nga Kosova, betëm në mëshirën e institucioneve të Kosovës, sepse tani kemi prapë donatorë mirë, po shumë kompetenca kalun në duart e vendorëve dhe pam që në momentit që fillun kompetencat kalojnë në duart e vendorëve, fillun edhe të zbehen donacionet, besa edhe të kemë abuzime, të kemë edhe një lloj krimi më të madh të një hendeko. Në raste të reja të familjeve që jetojnë. Po patjetër, për shkak se njerëzit të cilët jetojnë vetëm në Prishtinë mund të mos të njohin gjithë Kosovën, mirë po ne që kemi punuar në gjithë Kosovën, po edhe në Prishtinë mund ta bëjmë një lloj krahasimi shumë interesant. Prishtina duket një qytet i cili është një lloj metropoli në vete, kur e shohim veturat e shtrejta, ndërtimet e larta,
veshmbathja, ushqimet në për restorane dhe shumë prej ndërkombëtarëve, edhe prej turistëve të cilët e gravitojnë Prishtinën, mendojnë që Prishtina është me të vërtet një qendër ku nuk ka varfëri. Sepse nëse shkon ndoshta një vend si Mitrovica, ku ka numrin më të madh përfituesve të ndihmës sociale, ose Obilici, Fushë Kosova, Lipjani, ku kemi edhe minoritete të ndryshme ku jetohet, ndoshta duket varfëria pak më e madhe, Prishtina në shikim të parë, ose qendra e Prishtinës duket që është një vend Po realiteti si shumë mirë, por realiteti është shumë ndryshe. Është e vërtetë që në Prishtinë është administrata e fokusuar, janë ambasadat, janë donatorët, ka paga të mëdha, mirë po në anën tjetër kemi edhe një numër shumë të madh të familjeve të cilët jetojnë në një varfëri, edhe një varfëri të skajshme, të cilët varen shumë edhe nga pakut e ndryshme, nga skema ndihme sociale, kanë vështirësi të ndryshme. Sot nuk është i varfër vetëm një person i cili është në skemën e ndihmës sociale. Sot po jetojmë në një kohë ku një njeri shndrohet i varfër në 6 muajve, sepse jem duke u përballë me numër të madh të rasteve të sëmundjeve të ndryshme dhe në një familje sot ku e ke një të sëmur, qoftë ajo një sëmundje e lehtë, mesme, mos flasim edhe për një të rëndë, familja ka lënë në një shkallë të varfërisë, ku shumica e pagave, të ardhurave të cilat i realizon një familje shkojnë qoftë në një vizitë tek mjeku, qoftë në barna, e mos flasim në qoftë se duhet të trajtohesh edhe jashtë vendit, ku e tërë familja ka lënë në një varfëri. Regjia më bën më dje që në lidhje kemi edhe profesorin Mustafa. Profesor, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. E di që jeni në një orar goxha të ngjeshur punës, por e kemi shumë e rëndësi opinionin tuaj. Në një kohë ku po flitet për ngritje të çmimit të energjisë elektrike, kemi një ngritje masive të gjitha produkteve, përfshirë këtu edhe produktet bazë, ku rrogat që marrin nuk na bën asnjë javë. Si a dalin të jetojnë këto familje? Çfarë do duhet të bënte shteti përveç kësaj ndihmës sociale të cilën jo të gjitha familjet skamnore e gëzojnë në vendin tonë? Si do ta komentonit nga këndi juaj? Po, dëshirë me Donald, duke u përshëndetur ju, të ftuarit dhe të diskusit e Rutëdojnës Teni. Vlerësoj që kjo temë do ta kishte, si më thonë, atë interesin e vetë dhe vlerën e vetë, sikurse ishte para 10 vite ose 15 vite, sepse i potencuan edhe para folës të ftuarit juaj e aty të nderuar, por tani po flasim mbas 27 vite pothuajse shtrirem dhe afër 20 vite tash prapërsisht shteti i pavarur, vlerësoj që kjo temë nuk do të duhet ta kishte vendin e vet për faktin që është dashur që shteti dhe mekanizmat shtetëror të krijojnë parakushte ekonomike për një banim potencialisht të mundshëm për të jetuar, pra një kulumbi kokë, një mundësi të infrastrukturës dhe po ashtu një punësim i cili do t'i asiguronte që së paku çdo familje në Kosovë të asiguronte shportën e konsumit dhe kushtimisht edhe shportën e tekstilit, kur themi shportën e tekstilit në soza normale që mund t'i ketë një realitet ballkanik ose shoqëria jonë. Por për fat jo të mirë, gjitha qeveritë kanë ngecur në këtë drejtim, po ashtu edhe qeveria, se me quj tani për tani nga ana juridike, qeveria aktuale kushtimisht, përkundër atyre premtimeve që do të siguron çdo familje kulumbi kokë dhe anën e mirëqenies sociale, por për fat jo të mirë edhe më të përfunduar mandatin e kemi prapë edhe këtë gjendje, kur edhe tani emisioni juaj trajton tema të ndryshme që është e papranueshme që në vitin 2025 kemi këtë ekstremitet të jetës shoqërore dhe të anës ekonomike dhe mirëqenies së qytetarit të Republikës së Kosovës. Pra, vlerësoj që edhe ne si shoqëri kemi dështuar, po ashtu edhe si mekanizma shtetëror që të jemi në krye të detyrës, sepse për themi si qeveri vetëm i përmenda ato dështimet ku është dashur që t'i evitoj, por po flasim edhe si shoqëri ne dim nganjëherë të shpenzojmë vend pa vend si shoqëri në raste ahengje të ndryshme, por kur është në pyetje ana altruiste në momentet e caktuara nuk po jemi ashtu siç jemi mësuar dhe siç ka qenë gjenerata tona edhe gjatë viteve 90-ta,
gjeneratet e vjetre e dinë se sa kemi qenë të lidhur, të bashkuar dhe altruist në mes vetëve. Por, me rastin e çlirimit dhe sidomos në 10 vitet e fundit, për fakt jo të mirë, një pjesë e shoqërisë nuk ja ndin fare se si jeton nana tjetër ose një bashkëqytetari i tij, por do ta kenë qartë që këtë shtet, këtë Republikë të Kosovës, gjithën sakrifikuar që sot ta gëzojmë, por për fat jo të mirë, ndoshta edhe ajo kategori që më shumë i ka sakrifiku, sot jeton në gjendje mizerje që është e pa drejtë dhe në fakt edhe se me thonë edhe në të ardhmen edhe gatishmërinë e kësaj kategorie që atë sakrifikon për një shtet të Kosovës në të ardhmen, për faktin që ne si shoqëria dhe ne si shtet nuk po jemi në mbrojtje dhe në interes të gjithë qytetarëve, sepse tek e fundit në momentin që jemi qytetarë të Republikës së Kosovës, të gjithë e meritojmë të jetojmë spaku në kushte normale dhe të mundshme jetese. Profesor, do të thoje që sot do të kemi pikërisht një rrëfim të tillë, një ish ushtar i cili ka të vrarë gruan dhe fëmijën dhe është i martuar me një zonjë tjetër, por që jeton në kushte të mjerueshme. Do ta kemi mundësinë që shembullin kronikën ta shohim pas pak, por do doja që më përgjigjesh edhe në një pyetje tjetër. Përmenda ngritjet e çmimeve, inflacionin, fakti që kemi me pas pothuajse që edhe rryma do të jetë edhe më e shtrejtë këtë vit. Pra, sfidë mbas sfide për secilin prej nesh e lërëm e për ata të cilët nuk kanë dikën të punësuar ose për arsye të ndryshme vazhdojnë të jetojnë në një varfëri të skajshme. Mendoni që do të mund ta përballojnë krejt atë çfarë po flitet që do ndodhë në këto muaj të ardhshëm në vendin tonë sa i përket aspektit ekonomik, sepse po flitet për ngritje të reja, për çmime të reja më të larta në pothuajse të gjitha sferat e jetës. Nëse vazhdojmë me këtë trend, dhe duke marrë parasysh që nuk kemi institucione relevante, derisa që e gjithë fokusi të hyrë të qytetarëve do të fokusohet tek pjesa e mirëqenies dhe tek pjesa e shportit së konsumit. Por kur flasim në këtë drejtim si ekonomist dhe përgjithësi teoria ekonomike jep që kur është e gjithë përqendrimi i pagës tek shporta e konsumit, kjo tregon që kemi rënje të mirëqenies ekonomike tek qytetarët. Pra, në vend që kemi parlament dhe ata deputet në krye të detyrës që të krijojnë institucionet tona dhe sot kur flasim nuk kemi institucione dhe në fakt kanë dështuar që çdo ditë më shumë po ngulfat edhe nga ana juridike shteti i Republikës së Kosovës, tani tuti pra edhe në sezonin e dimrit vetëm tash fillon edhe pjesa e furnizimit me energji elektrike që ka trend të rritjes së faturave të energjisë elektrike dhe duke shtuar edhe pjesën e shportit së konsumit, të derivateve dhe ngjashme, që të cilat do të rendojnë çdo ditë më shumë jetën e qytetarit në vend. Por gjithmonë duhet ta orientoj, si më thonë, shigjetën e kritikës tek institucionet tona, sepse tani tuti është dashur sepse Kosova është shtet, ka institucione, ka mekanizma që është dashur që të jenë në krye të detyrës, por për shkak të mospërgjegjësisë morale të përfaqësuesve të popullit sot jemi kur jemi dhe për fat ju të mirë jo përmendet edhe një kategori që është kategoria e ushtarëve të QK-s në vend që institucionet tona t'i përkrajnë edhe me asistencë sociale, po ashtu t'japin mundësinë që ata pali të punojnë, sot kur flasim nuk e kanë asnjërin si dorë. E kuptoj. Profesor, të falenderoj shumë, e di që të presin ligjëratat pas pak me student, falenderoj shumë për kohën që ndave sot me ne. Shumë faleminderit. Të dashur miq, ne do të vazhdojmë me të ftuarit tanë, zotëri Shala, nëse flasim për listat që ka kryq i kuq të familjeve skamnore, që jetojnë në varfëri të skajshme, pra po themi në Kosovë, si duken ato lista, sa janë të gjata, cilat janë nevojat më bazike në cilat me aq sa ju keni mundësi dhe me aq sa donatorët ofrojnë, u dilni në ndihmë këtyre familjeve? Kryesisht ne kategorizojmë rastet cilat paraqiten te ne. Në fillim kur paraqiten, dalim në terren dhe e verifikojmë familjen
shkojmë e bëjmë një vizitë, shohëm të bëjmë një vlerësim situatës tyre. Listat mund të themi që janë të gjata, në nivel vendi diku brenda vitit ndihmojmë rreth 10.000 familje, ku kemi kategoritë duke ja përparësi gjithmonë nanave vetë, ushqyese për shkak vështirësive, qoftë në gjetjen e punës, qoftë kujdesin ndaj fëmijëve dhe të tjerëve, po ashtu i kemi një kategori të veçantë janë të moshuarit të vetmuar, cilët veç që kanë kalu periudhën ose kohën e pensionimit dhe janë vetëm në shtëpiat e tyre. Ka shumë raste të kësaj? Numërojmë deri më tani kemi dikun numërojmë rreth 700 raste të tilla të verifikuara që kemi, që vazhdimisht ne mundohemi të dalim në ndihmë këtyne dhe rastet e familjeve në rastet sociale ku vështirësitë e tyre me të vërtetë janë, siç e thash më herët, që ndoshta nuk arrin me planifikuar periudhën një mujore ose qoftë 2 javore, qoftë për ushqime, qoftë për gjëra të ndryshme. Gjendja e tyre, ndoshta edhe periudha e ngritjes çmimeve e ka vështirësuar gjendjen e tyre për arsye se një shumicë e tyre nuk kanë as qoftë as punë ditore ose diçka të cilët mundën me u angazhu dhe me dalë dhe mbaren vetëm nga ndihma sociale ose pensionit ose çka do të qoftë, që është fatkeqësisht është shumë e vështirë me dalë me ato ose është e pamundur edhe me dalë me ato. A mund të mbjetohet me një ndihmë sociale vevi sot në Kosovë me krejt këtë që apo shohim dhe po jetojmë në fakt secili prej nesh? Po ne besoj që mund të jetohet me ndihmë sociale sepse është shumë e madhe. Po ironizoj për shkak se ne po e shohim qeverinë së fundi mund një vendim politik, kisha me thonë ashtu, me rritjen me 20% të skemës së ndihmës sociale. Pa asnjë parallogari se sa shporta e konsumit në Kosovë. Ne sot po jetojmë në një ku çmimet janë në qiell. Dhe shumë ndihme sociale është e përcaktuar me vendime, jo me ligj, dhe vendimi i fundit është që 70 euro është personi i parë, 20 euro është personi i dytë dhe 10 euro është anëtarët e tjerë të familjes. Kjo është shumë e cila jepet në një familje ndihmë sociale, ata që llogaritëm varësisht se sa është numri anëtarëve të familjes, ku maksimumi është 250 euro. Mirë po qeveria e mund një vendim, një ditë apo 2 para zgjedhjeve, ku e rriti skemën e ndihmës sociale për 20%. Ndoshta në një botë tjetër 20%, ose rritet rroga e kryeministrit me 20% nga 2.000 do të bëhet 2.400 euro, ose presidentet nga 3.000 në 3.600 euro. Mirë po nëse rritet ndihma sociale prej 120 euro, 20%, ajo është një shumë, kisha me thonë, relativisht shesharake. Pse? Anëtarit të parë të familjes, i cili merr 70 euro, ju është rritë ndihma sociale për 14 euro, ose 26 cent në ditë. Anëtarit të dytë të familjes, i cili merr 20 euro, ju është rritë për 4 euro shuma mujore, që është dikon rreth 13 cent në ditë, dhe anëtarit të tretë, i cili merr 10 euro në muaj, ju është rritë për 2 euro shuma në muaj, që i bën dikon 7 cent në ditë. Kjo është rritja e cila, kjo është 20%, i cili është një rritje e ndihmës sociale. Dhe menjëherë qeveria kur e sheh se çka po ndodh, prapë, sepse jena do ballotazha, zgjedhet një mas një, dhe llogaritet që do të kemi zgjedhje dhe nikosisht që politikës intereson shumë me pas raste sociale, sepse ne kemi edhe shprehjen tha bën mja dhon vitra vllahut, po nëse ke bë për vitra atëherë jepja. Edhe ne pra kena bë këtë popull për vitra dhe tash e shohim që është një thirrje prej qeverisë dhe thotë po intervenojnë i kanë ftuar organizatat jo qeveritare që të aplikojnë për me marrë një lloj granti prej qeverisë, ku do t'ju jepet familjeve nga 50 euro një pako, pastaj këtu preket edhe pak ai sensi që 70% me kanë produkte vendore këtë në rregull, me po këtu kemi një mungesë të kontrollit të plotë, sepse duke qenë 10 vjet drejtori di saktësisht shkojnë këto çështje dhe kemi pa që kemi shumë organizata jo qeveritare, shoqata, mos t'i përmend emra se mund të harroj, po ndoshta do ma qenë kështu si Kryqi Koç, Nën Tereza, Beriçeti, kisha të ndryshme, dhe do të aplikojnë të gjitha këto organizata, dhe të gjitha organizata do të përfitojnë nga diçka prej qeverisë dhe pastaj fillojnë të shkepin ndihmat pakot. Dhe tash Kryqi Koç ka një listë vetën. Nëna Tereza ka një listë tjetër, Beriçeti një listë tjetër, Hendikosi një tjetër, disa organizata tjera, për ka shumë organizata, po foli kryesisht për organizata që në komunën e Prishtinës, po edhe më gjerë, dhe pastaj qoftë se këto organizata i marrin 5.000 pako mi shkep,
Dhe Prishtina i ka aktualisht gjikon 750 familje në skemën e ndihmës sociale, kurse në krejt nivelin e Kosovës janë rreth 16.500 familje prej 2 kategorive. Atëherë ka një problem sepse ka një familje e cila do t'i gëzoj këto pako, prej gjitha organizatave ka një pako, për shkak që nuk kemi një databazë e cila strukturon edhe filtron edhe thot po ti ke marrë te kjo organizat, tash kemi marrë te kjo tjetra. Dhe këto organizata përveç që i kanë listat e tyre, secila do ta kontaktoj qendrën për punë sociale që t'i mbledh listat, dhe normal që ato listat e njëjta do shkojnë te secila organizat dhe pastaj një familje do të arrijë që t'i marrë 5 pako. Është në rregull jo as pak, sepse ne dim që duhet të ndahen pako atë sa ka familje. Mirë po, do të dim, në qoftë se janë 750 familje në Prishtinë, në skemën e ndihmës sociale, jo domosdoshmërisht janë veç këto familje të pajtueshme me kriteret. Për shkak se kem shumë familje, për shkak të kritereve diskriminuese, me thënë veçantë kategoria 2, ku duhet ta kesh një fëmijë në moshën 5 vjeçare, atëherë mund të themi që Prishtina mund të ketë diku 1500 e 2000 familje, të cilat kanë nevojë dhe këto lista për këto familje kryesisht mbahen nga këto organizata, të cilat janë partnerë të shtetit, të cilat e kryejnë punë jashtëzakonisht të mirë dhe mund të shkepin. Mirë po, shpërndarja e këtyre pakove duhet të jetë në koordinim. Jo në një listë të vendoset paku në emën të burrit, në tjetrën në emën të gruas, në tjetrën në emën të fëmijët, dhe atëherë një familje t'i marrë 3-4 paku, mirë po të kemi një strukturim edhe diet sakt se sa familje ka nevojë. Mirë po Kosovës që mungojnë këto dhëna dhe nuk mund të shkepen domosdoshmërisht. Pastaj kemi edhe probleme tjera të natyrës punësimit. Ne po shohim që shumë janë të interesuar qeveria dhe shteti që të jep pako ose të merret me çështje sociale të bletë. Ndru pakon me votën asi po. Po, kjo ka ndodhur çdo herë do ndodh edhe në të ardhmen për shkak të mentalitetit. Mirë po nëse në mëngjes një familje 4 anëtar që të 4 të shkojnë në punë, edhe kemi një familje tjetër e cila nuk e ka asnjë të punësuar. Edhe këtu kemi një lloj diskriminimi, një lloj pabarazie sociale. Duhet kemi parasysh që për të gjitha familjet spaku, për atyre familjeve të cilat janë përfituese të kategorisë së dytë, sepse përfitues të kategorisë 2 domosdoshmërisht duhet të jenë edhe punëkërkues aktiv, që do të thotë kërkojnë një vend pune dhe atyre t'i ofrohet një vend pune dhe të largohet nga skema e ndihmës sociale, sepse sot paga të intervenojë drejt për drejt shteti për bërë këtë ndryshim. Patjetër, sepse sot paga minimale është 350 euro, edhe pse u propozu 500 euro në kohë fushate. Mirë po, paga 350 euro shumë më e madhe se sa ndihma sociale 120 euro 30. Dhe ne kemi shumë rëndësi që familjet edhe fëmijët të cilët janë pjesë e këtyre familjeve të mësohen me mentalitetin e të punuarit, jo të ndihmës. Këtu dua të dalë, sepse po besoj që Armendi mund na flas mjaftueshëm për këtë pjesë. Sa janë të vullnetit që të bëjnë ndryshime pozitive në vetë mënyrën e jetesës antarët e këtyre familjeve, sepse pa dashur të gjykojmë, ata janë në një gjendje të cilën askush nuk do donte të ishte. Ka prej atyre që janë të vullnetit dhe janë të gatshëm të punojnë, të gjallërojnë, si thonë në popull, në mënyrë që të dalin nga gjendja në cilën janë, apo e kanë të pamundur për shkak të kushteve të rënda në cilat jetojnë. Si është kjo pjesë tjetër e krejt kësaj historie të themi kësaj jete që bëjnë këta njerëz? Të një shumicë e familjeve cilët kanë antarë familjes cilët mund me qenë punëtor aktiv, është vullneti tyre për me punu. Mirë po vështërsia gjendjes një pune e ka bot pa mundur që ata me punu. Duhet ndërlidhëm të bashkëfolësim që ne i bëjmë gjithmonë thire edhe pajtojmë në atë që një familje ndoshta të mos përfitoj 4-5 pako për organizata ndryshme dhe tjera, unë gjithmonë bëj thire, qoftë bizneseve, qoftë organizatave të tjera, që të orientohemi në një listë të përbashkët, në mënyrë që të gjithë të jenë një farë forme të kemi një barazi në përfitimin e pakove. Se përket punësimit, Kryqëzimi i Kosovës kemi pas edhe projekte të cilat qoftë kemi mundu të ndërmjetësojmë punësim ose qoftë në aftësimin e grave, për forma ndryshme, qoftë po flasëm për shembull për grimosje, rregullim frizer ose rroba çepsi në cilat munden më lehtë të punësohen. Saktësisht në një farë forme kemi pas projekte cilat kemi ndihmu familje të krijojnë një qëndrueshmëri ekonomike.
sepse qoftë grantë qeveritare, qoftë një paku kur edhorojmë të një familje, ne nuk i bëjmë zgjidhje afatgjatë asaj familje. Ndoshta ja hekum atë problemin që ka, qoftë një mujor ose diçka mirë, po mbas një muj na prap kthehemi në pikën zero. Pra problemi është të krijimi i politikave që do të largonte dhe do të ndihmonte këto familje të dalin nga kjo gjendje ekonomike në cilën janë. Saktësisht që të krijojmë një qëndrueshmëri tyre ekonomike, sepse vullneti për me punu është shumë i madh dhe asnjëherë mos diskriminohen këto familje. Ndoshta kemi raste kur ne nuk kemi personi cili është brenda familjes nuk është i trajnuar ose i përgatitur në aspektin profesional në fushë caktuar, por në këtë moment nuk duhet diskriminohet asesi. Të ofrohet, të ndihmohet, të trajnohet, për çka do të qoftë që ajo ose ajo është e gatshme të ndihmohet, ashtu siç kemi bën në shumë projekte, sepse ka një vullnet për me punu, e kanë qëllimi kryesor i tyre ndoshta është përveç sigurimit të ushqimeve dhe atyre gjërave elementare që të dalin edhe nga ajo gjendje në mënyrë që qoftë me ndihmu familjen e vet, pse jo edhe në rastet e tjera ku kemi pas familje konkrete që pasi kanë kaluar periudhën e vështirësisë tyre sociale, një farforme që theme e ja din hallin tjetrit dhe janë kthy dhe kanë ndihmu qoftë me ndaj krem të biznesit vogël se kanë gjetë punë dhe kanë ndihmu për familje tjera në nevojë. Dhe mendoj që në këtë aspekt gjitha institucionet së bashku duhet punojmë që të krijojmë një qëndrueshmëri tyre ekonomike, mos t'i llogaritëm vetëm se raste sociale, po t'i llogaritëm rastet cilat kanë potencial, qoftë për punësim, qoftë për zhvillim ekonomik dhe të tjera dhe të bëmi gjithë së bashku që ndihmojmë që ky numër i rasteve t'jetë sa më i vogël ose të themi të më të mirën e mundshme që të mos kemi kësi raste. Por fatkeqësisht në realitetin tonë shumë që ka mjaft raste të tilla. Dhe unë duhet të ndërlidhem zotrishala pikërisht tek ajo që the që kemi një rritje të rasteve të pleqve, të cilët ose janë braktisur nga fëmijët apo nga familja, ose nuk kanë pasur fëmijë gjatë jetës së tyre dhe sot jetojnë në mjerim të skajshëm. Rastet e tilla na kemi filluar të evidentojmë që shpej periudhës së pandemisë, duke filluar me asistencën e tyre për vaksionim, për arsye se kanë pas të pamundur të shkojnë të vaksinohen, duke dërguar ekipet mobile ose anasjelltas duke i transportuar ata deri te qendrat e vaksinimit dhe monitorimin e tyre për disa ditë në vijim. Tani kemi, që e thash edhe më herët, dikon rreth 700 raste të evidentuara, mirë po numri nuk ndalet ato. Numri është shumë më i madh se sa kjo gjendje tyre. Qoftë çifti i moshuar, qoftë edhe të vetëm të moshuar, që ndoshta nuk i viziton dikush për ditë të tëra, nuk ja hap derën dikush për ditë të tëra, dhe mundohemi qoftë përmes donatorëve, qytetarëve që të jemi pranë tyre, qoftë përmes vullnetarëve të shkojmë, sikurse e tha edhe zonja Roza, që ndoshta ndonjëherë ka nevojë të ndihmojnë në shkurtimin e druve, pastrimin e shtëpisë ose diçka. Me punën e vullnetarëve tonë mundohemi që sadopak ato punë shtëpiake të tyre të ndihmojmë. Për shkak të moshës së tyre, ndoshta smundjeve të ndryshme, ngarkesave të ndryshme, ndonjëherë kanë të pamundur ta bëjnë edhe një jetë normale dhe ne mundohemi që ato të afrohemi në ndihmë të tyre. Mirë po numri i tyre është mjaft i madh për shkak të kapaciteteve të cilat i kemi të limituara në atë aspektin financiar të ndihmojmë më shumë. Për momentin e kemi në listë rreth 700 persona më shumë të vetmuar të cilët jetojnë në gjendje të ngjashme, kemi raste të cilat janë edhe më në gjendje edhe më të vështirë, ndoshta ndonjëherë kanë vetëm një dhomë, të cilën ato pastrohen, ato e shfrytëzojnë për nevoja fiziologjike, ato flajnë, ato hajnë, ato pinë brenda një dhome, të errësuar, pa ndriçim, pa ngrohje, pa asgjë, që është një gjendje ekstreme, cilën ata jetojnë, mirë po ajo është gjendja e tyre dhe mundohemi që sadopak atë vujtje tyre të jemi afër tyre dhe ta lehtësojmë sadopak. Febi, apo bëhemi çdo ditë më të ftohtë karshia asaj që shohim tek të tjerët, derisa na prek edhe neve? Në kuptimin që dikur nëse dikush prej familjes nuk kishte një trashëgimtar, ai kishte vendin te vëllau ose te fëmijët e vëllaut, apo edhe tek motrës, apo edhe tek kojshia. E sot kemi për fat të keq prindër që kanë mbetur në hares nga vetë fëmijët e tyre e lëre më nga farefisi. Ne nuk mund të shohim këtë rast si rast izolum, ose vetëm këtë foto të cilën e pam këtë skenar, pa i pa edhe efektet anësore, edhe pasojat të cilat kanë pru deri këto. Fillimisht të thamë që
kriza politike, situata politike ka bërë që sot Kosova ta ketë vendin e parë në botë për të kurrët popullatës. Pra 9.7% e popullatës kosovare është ikë. E kemi vendin e parë në botë, jo në Evropë. Kjo është një tragjedi për neve. Në anën tjetër rinia po ikë çdo ditë dhe tash nëse shohim gjenezën e kësaj familje, edhe bëjmë një anamnezë sociale, me siguri se kjo grua duket që është nga Shqipëria dhe me siguri që këta ose kanë probleme brenda familjes ose nuk kanë pas asnjë fëmijë ose fëmijët janë detyruar të ta braktisin. Në fakt, zot bashkëshorti i Rozës, sipas Erionit gjithmonë, ka pas familje, gruan dhe djalin që janë vrarë në luftë, dhe ai pas luftës ka përfunduar vetëm dhe më pas është detyruar që të rimartohet. Por, në zonën e Rozës. unë më shumë e shoh problemin, sepse përveç që prekmi të gjithë emocionalisht me rastet të tilla, unë e shoh dhe aspektin e keq menaxhimit të situatës sociale në vend. Edhe rastin e tillë për shembull. Ne sot po flasim që në Kosovë janë 182.000 banesa të ndërtuara të pabanuara. Dhe secila komunë, ndoshta vetëm në komunën e Prishtinës janë rreth 40.000 banesa të tilla, të cilat janë të zbrasta, dhe komuna ka aftësi, ka mundësi që përmes lejeve ndërtimit dhe për momentin që e lëshon një leje ndërtimit 1% në secilën banesë ta marr spaku 1 ose 2 apartamente, të cilët do të shfrytëzoj përmes drejtorisë mirëqenie sociale, drejtorisë së pronës dhe qendrës për punë sociale dhe organizatave partnere dhe t'ju vendoset në strehem brenda një banimi kolektiv, sepse këta nuk kanë nevojë të jenë të izoluar. Në fakt, duket të izoluar për vetë faktin ku jetonin. Në qoftë se ndërtohet një shtëpi në fshatin ku këta jetojnë, këta prapë do ta sillen në agjendë. Nuk është mundësia që t'ju ndërtohet atje, sepse toka është e tyre. Ta menaxhojnë, ta mirëmbajnë. Mirë, por këta duhet të integrohen dhe reintegrohen brenda një banimi kolektiv ku banorët, sepse çdo ka shpirt mirë vullnetar, të cilët do të kujdesen, qoftë me furnizim me ushqim, qoftë pastrem apo çka do të ka nevojë një familje e tillë, dhe këto familje të risocializohen brenda një kolektivit ku jetojnë edhe shtëpi tjera. Por komuna e Prishtinës që ka dikon rreth 100 banesa sociale. Dhe banimi social ju jepet familjeve është një banem jo i përhershëm, por një banem për 3 ose 5 vite, deri sa të përmirësohet gjendja ekonomike tyre. Dhe sot në qoftë se shkojmë në banesat sociale, ku ka në Prishtinë, ndoshta prej 100 banesave që janë të dhënuna tek këto familje, 20 ose 30 i kemi shfrytzuar të ndihmë sociale, të tjerë më nuk janë. Kanë vetura dhe i shfrytëzojnë ato banesa sikur të jenë të falura dhe i kanë në shfrytëzim të përhershëm. Jo, banimi social duhet të jepet për familjet të cilat janë në nevojë, 3 vjet, 5 vjet, 6 vjet dhe të lirohet hapësira. Dhe unë mendoj që qysh sonte, nesër, nëse shkojmë e bëjmë një inspektim brenda këtyre banesave sociale, me siguri që 50% prej tyre duhet të zbrazen, sepse aty kemë familjarë të cilët punojnë, dhe kemë një familje në gjendje të tillë që jeton me 120 euro pension, dhe të vendoset një familje të tillë brenda atij banimit social dhe ta ketë së paku të sigurt ngrohjen, ushqimin edhe kujdesin nga të tjerët. Kjo është, mendoj që kemi probleme në menaxhim dhe pastaj kur i shohim kronikat të tilla, unë besoj që do dalin vullnet mirë njerëz të cilët do t'ju ndihmojnë, por ne kemi nevojë që këtë familje ta sjellëm më afër mjekut, më afër transportit, më afër popullatës ku jetojnë të tjerë dhe ku do t'ju ndihmojmë. Dhe kem problem me keq menaxhim. Kjo të na po ndikon bergi shumë, sepse po e shohim që jemi mësuar ndoshta në një formë nganjëherë vetëm të viktimizohemi. Jo, hajde të rahatojmë edhe të kena mundësi që punët e tilla të menaxhohen përmes një plani të veprimit, përmes një strategjie komunale ku të gjithë do të jenë në gjendje që të ndihmojnë këtyre familjeve. Edhe ligji i familjes e specifikon shumë qartë që secili person, secili prind ka obligim që të arrisë fëmijën e vet deri në moshën 18 vjeçare. Mirë, po në anën tjetër, në anën tjetër thotë se secili i rritur pastaj ka përgjegjësi dhe obligim që të kujdeset për të moshuarin. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë edhe legjislacionin fuqi dhe të kujdesemi për këtë më shumë, sepse sot i kemi dikon rreth 210.000 pensionistë, qoftë kontribut pagues, qoftë pensionistë të moshës, të cilët jetojnë me një shumë simbolike të një pensionit i cili as pak nuk ju del, dhe e kemi pa debatin e ditëve të fundit ku ata të cilët vonohen 1 ditë, 2 ditë, 1 javë dhe nuk paraqiten në zyrët e punësimit, ju jepet ai pension 120 euro. Pra këto jemi duke diskriminuar më të madhe gjeneratën e tretë dhe për këtë ne duhet marrë masa, hapa konkret. Po do e pa se si po shkon çështja politike gjithbashme, nuk është ka mendon askush për kategoritë e tilla, për kategoritë sociale, po gjithë janë të menduar diçka tjetër. Një pyetje të fundit, sepse për fat të keq veç na kanë ikur edhe minutat, por që konsideroj që duhet flitet patjetër, Armand.
Varfëria ndikon drejt për drejt në mirëqenien fizike dhe psikologjike me theks të veçantë tek fëmijët. Dhe më pas kjo sigur po trashëgohet nga brezi në brez të këto familje. Është saktë ajo që po thoni, ne pratë edhe mundohemi që edhe tek familjet nevojë, familjet të gjendjes still ekonomike dhe sociale, mundohemi që gjithmonë bëjmë vëdësim të ata që të ndihmojmë që të paktën fëmijët të dërgojnë në shkollë. Për arsye se për shkak gjendjes tyre ekonomike kemi shumë raste ku hezitojnë mi dërgu në shkollë dhe mundohemi që sa do pak të sigurojmë qoftë një veshmbathje dinjitoze për fëmijët, qoftë ato materiale shkollore, libra, fletore dhe gjëra të tjera, në mënyrë që të ndihmojmë ata dhe të dërgojnë në shkollë. Kemi vizita të rregullta mund të themi te familje që Ka raste kur edhe fëmijët nuk i dërgojnë në shkollë. Po, kemi edhe raste të tilla dhe edhe pse është obligim ligjor të dërgojnë. Nuk kemi mundësi mi dërgu, nuk kemi mundësi mi u siguru veshmbathje, nuk kemi mundësi mi u siguru qoftë fletore ose gjëra të tjera, dhe përmes bashkëmoshatarëve tyne dhe vullnetmirëve ne mundohemi që sadopak t'ju sigurojmë dhe të qëndrojmë pranë tyre në mënyrë që të sigurohemi që ai fëmijë është duke shkuar në shkollë, ndoshta jo vetëm për një javë ditë, mirë po vazhdon, saktësisht të vazhdon, të vijon procesin mësimor dhe të gjendemi pranë tyre sado që kena mundësi. Shfrytëzohen këta fëmijë më të madhe, sidomos në fëmijët në situatë rrugë dhe lëmash kërkim, shfrytëzohen nga familjet, sepse aspekti emocional, psikologjik, edukativ i familjeve mungon dhe konsiderojnë fëmijën si një burim i ardhur dhe vendosin në rrugë, qoftë me shigjetësende të ndryshme, qoftë për kërkim lëmosh dhe këta fëmijë shfrytëzohen. Dhe këtu mungon një bashkëpunim i ngushtë mes shkollës, familjeve, institucioneve sociale, ku të punohet ngushtë me familjet që këta të vëdësojnë. Këtë verën e të mërshme që kemi pas, nëse mund të themi prej temperaturave ku të semaforat fush Kosovë, kompani foshnje të ngulfatur me ato pelena, si ju thojnë, dhe e kishte në dorë nëna, kërkon të lëmoshme. Kjo po në vazhdimsi po parazitit, sepse institucionet nuk po reagojnë. Po dhe në qofë se reagojnë institucionet, ata prap këthejnë sepse në ligjin aktual, në ligjin për shërbime sociale dhe familjare janë të para disa shtëpi për mbrojtjen e fëmijëve, disa institucione tjera, të cilat asnjëherë nuk janë ngritë brenda sistemit, qoftë me fajin e qeverisë, qoftë me fajin e komunave dhe punëtorët social faktikisht vetëm në qoftë se i marrin ata fëmijë dhe i dërgojnë në shtëpitë e tyre. S'kan çfarë të bëjnë tjetër. Një pyetje të fundit, Armend, se po mbeta të thënë edhe një pyetje dhe e di që kemi edhe një blog marketingu për të sjellë. A jemi human sa kemi qenë dikur, apo po e mbyllim një rysy kur kalojmë pranë këtyre familjeve? Ndoshta nuk i vrejmë shumë këto familje cilat i kena brenda lagjës tonë, ndoshta jeta dinamike ka bë atë ose nevojat e secilit, rritjet e çmimeve dhe gjërat e tjera, mirë po mund të themi se që ende në popullin tonë ekziston humaniteti, është vullneti mirë që qoftë prezantimi i familjes që ju e thatë edhe raste tjera kur kemi prezantuar, jem paraqit vullnet mirë. Mirë po unë e them gjithmonë që më së miri qytetari dhe nevojtarin e cili e ka në perimetrin e vet ose pranë lagjës vet dhe fillimisht gjithmonë i bëjmë thirrje që ndihmojmë mas pari fëmijën tënë cilin është në nevojë, pastaj mundohet që të ndihmojsh të tjerët dhe ndoshta mund të themi që humanitetin e shprehmi më shumë qoftë gjatë festave, qoftë në atë periudhën kur ka ndaj krizë ose në rast por jo në përditshmëri. Nuk është diçka e madhe të ndajmë një shumë të vogël simbolike. Ne kemi një rast të një pensionisti i cili sa herë që merr pensionin, nga pensioni vet e ndan një shumë simbolike për mi ndihmu dikuj i cila e ka një nevojë. Dhe do të ishte ndoshta një zgjedhje secili prej nesh një shumë qoftë 5 euro, 10 euro, qoftë edhe 1 euro, atë sa kemi mundësi ta ndajmë për t'i dërgu, për me ndihmu këtyne rasteve që sa do pak me ja vlerësu gjendjen e tyne. Faleminderit shumë për kohën që keni ndarë sot për ne. Unë du të besoj që rrëfimi i Rozës dhe krejt kjo që farë ne folëm sot, na bëjnë të mendojmë pakës më shumë, të reflektojmë dhe të dalin në ndihmë këtyre familjeve të cilat jetojnë në kushte vërtet të vështira ekonomike.